إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد jemi te kapitulli varimit të gjenazës edhe pika e radhës thot preferohet pëlqehet që me qitë ndoni gur ose diçka ngjajshëm si ndoni shaj të varri të bazu në hadithën e el-Muttalib ibn Abdillah ibn Muttalib ibn Hantab radhiyallahu anhu, i cili thot: Lemma mata Uthman, kur ka vdek Uthmani radhiyallahu anhu, jo Uthmani kë Uthman ibn Affani që e njohim na, por Madhun Uthman ibn Madhun thot ukhrij bi janazatihi fa dufina, kanë xher pra e kanë përgatit gjenazën, e kanë falë namazin e gjenazës, e kanë varos. Amara nabiu sallallahu alaihi wasallam rajulan an yatiyahu bi hajar, urdhoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një burr me pru një gur. Falam yastati hamlahu, e ky burr nuk ka pas mundësi me bajt atë gurë, zaru kum pak majron, da ky dopti smut, Allahu alem. Faqama ilayha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hasara an dhira'aihi. U qu i dërguari pejgamberi alayhi salam i ka përvjel mongt edhe vetë ka marr gurin. Mutalibi thot: Qale alladhi yukhbiruni dhalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mu tregoi i cili transmeton nga i dërguar alayhi salatu wasalam, ka anni anzur ila bayad dhira'aihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina hasara anhuma. Thu se po i shoh të bardh e parakrahut, kjo pjesa të dorës pejgamberit alayhi salam. Pra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka qenë i bardh. Nuk është shembull Musa alayhis salam ka qenë i zi. Nuk është diçka këto me ngrit, ato me nënçmua kështu më, po ky ka qenë kështu, Allah i ka kriju. Thumma hamalaha fa wada'aha inda ra'si, pastaj ka marr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka bajt edhe ka vendos te kryt. Wa qal edhe tha: ata'allamu biha qabra akhi wa adfinu ilayhi man mata min ahli, që të dihet me këtë gur, pra ku është varri i vllavut tem, që pastaj për familjes kush vdes dikush me u varros aty. Pra lejohet për këtuit edhe zatin Abu Dawudi, i cili transmeton, e ka emërtu babu rajuli jam'i mautahu fi maqberatin wal qabru yu'allamu. Pra bab jam' mautah mund të bashkoj e rajuli jam'il mautah, mund të bashkoj disa të vdekur të familjes në një varr. Pika tjetër me radh, ella yulaqan, kjo me rëndësi me ditë këtu të na, ella yulaqan el-mejte telqine el-ma'ruf el-jom, mos mi lexu telqini që është i njohur sot. لأن الحديث الوارد فيه لا يصح بل يقف على القبر يدعو له بالتثبيت ويستغفر له ويأمر الحاضرين بذلك لحديث عثمان ibn Affan. Mirë po, nuk lexohet
vetëm të lexojmë edhe fusnotën, sepse nuk ka bazë. Ky hadith është i dopt, edhe nuk bën me punu me këtë hadith, kështu thot Ibn Qayyim Xhauziu në Zadul Mead, edhe Neviu rahimullah e bën daif këtë hadith, ndërsa Sananiu në Subul Selam thot متحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة. Alimat e hadithit thonë se është ky hadith daif, edhe nuk bën me punu me këtë hadith, kush e bën ka bo bidat. Do të na që e bëjmë për fat keq. E thot Albani shumë o përhap, mirë pa kjo nuk ka bazë edhe nuk bën të punohet me këto, nuk bën të veprohet sipas këtij hadithi i cili është daif. Pastaj kanë dalë edhe gjëra tjera lidhe me të vdekurin, të cilat do të vinë në fund të librit, edhe bidatet të cilat bëhen gjatë varrimit. Kjo për shkak të tregum çka nuk bëhet e çka duhet me bë. Sepse shumë logjikshme është, kur të bën çka nuk duhet, nuk mundesh me bë çka duhet. Nuk ka vend për të dyjat. Se merr një gotë me ujë të musht, edhe shtin diçka ndonjë guri. Gota është plot me ujë. Sa është vëllimi i gurit, çaq ujë ka me u derdh, nuk nxen të dyjat. Në këtu tash, kur bën çka nuk duhet, nuk ki hapësirë me bë çka duhet. Sipas sunetit çka është. E çka është sipas sunetit, Uthmani radhiyallahu anh transmeton, thot ka Nebiu sallallahu alaihi wasallam idha faraga min dafnil mayyit waqafa alayhi. Kur i dërguari sallallahu alaihi wasallam e përfundonte varrosjen e të vdekurit, qëndronte afër varrit aty edhe thoshte: "Istaghfiru li akhikum wasalu lahu al-tathbit fa innahu al-ana yus'al." Boni istighfar për vllahën e juaj, vlla se mot kush ka qenë. Tu pa përmend vlla. Edhe kërkoni Allah, bëni dua Allahut, kërkoni prej Allahut që më përforcu. Tathbit, thabit. Dhe na sabit bojnë, e kam bo thosë statik i qëndrushëm, me përforcu, mos me rëshit. Kur qëllimi, do të vjen hadithi i gjatë ma vonë, kur të vinë ato dy me la që marë pytje, me qeni përforcu, me dit, me dhonë përgjigje. Sepse fe innehu el ane yus'al, sepse aj tash mirë në pytje. Pra dhe këto është një tjetër gabim, natë e varit. Mendojnë e varos ditën, natën e varrit e ka natën, në bas emërtimit. Po, çka po thot hadithi? Për ato natë errësirë është se është mbulu. Aleikum selam të Allah. Që atë moment është aty, errësirë për ato. Pra, me njëherë, jo që shtojnë edhe për fat, që ka shumë vetë mendojnë, sonte kur të mirët në pyetje, jo sonte, tash mirët në pyetje. Si të mbulot me dhe, me njëherë që atë moment. Me në qatë moment të mirët në pyetje. Vinë ato dy me lasje. Lejohet, pika tjetër me radhë, lejohet ulja afër varrit aty gjatë varrimit. Edhe lejohet një përkujtim me u bë atyre që kanë prezent me vdekje, edhe çka ndodh pas vdekjes. Duke u bazuar në hadithin sahih, transmetojnë shumë alima të hadithit, Ahmedi, Taulisiu, Ebu Davudi,
e të tjerë, e hadithi pak I gjatë është, po shumë e rëndësi është këtë hadith me ndëgju. Thot El-Bara ibn Azib, radiallahu anhu, kharajna ma nebi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin min al-ansar. Dolëm thot me të dërguarin alayhi salatu wasalam në varim të një buri prej ensarve, një ensar, ka vdek edhe shkum bashk. Edhe arritëm erdhëm të vari. Fantahina ila al-qabri wa lamma yulhad. Po hala nuk ishte qel ai lahad, çka them ai si xhepi që është anash të tregum se çysh është lahad. Nuk është si tena, edhe tena çka them gabimi, qelshoti vdekuri në shpinë. Por çka duhet? Në krah të djathtë duhet. Edhe fytyra dhe gjoksi pra kthehen ka kibla. Pra ata dikush ka qenë poshtë angazhuar, e pejgamberi sa ulën, mustaqbil qibla, I kthym ka kibla, u jelasna hawlu, edhe na përreth u ulëm. Wa ka'anna ala ru'usina at-tayr, si me pas mbi koka tona aq stash gjendja atmosfera se pejgamberi sa po përkujtojm vdekje. Kjo është vllazën, kjo kështu duhet kur marrim pjesë në barim. Jo lloj muhabeti me po. Prej selefit nëse ka marrë pjesë në barim, gjithë ditën s'ka hunger buka. Tu mendu kur të vi unë në këtë pozit, qysh do të varosëm unë, qysh do të jepi përgjigje me laqeve. A me bo, edhe me marrë pjesë, me alo gjenazën, kjo alo ma shumë. Krejt dita natë I ka shku tu mendu, qysh pregadit në une për ato momente. E për shkak, thu se I kem adin kur e kin doni zog mbi kokë, qetësi e madhe, edhe nuk bën hiç lëvizje, nuk fluturon, në rrinë që aty. Aq qetësi, aq qënë koncentrum në atë rrethon edhe në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe I dërguari alayhi salatu wassalam وفي يدي عود ينكت في الأرض فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثا. E kishte një shtak, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe atin kur godet në tokë, jo shumë po se, me mshu shumë thehet, po lën aty pika gjurmë lën shtaka. Edhe herë e këshyrke tokën, herë qiellin, herë tokën, herë qiellin. 3 herë. Faqal po thot, ista'idhu billahi min adhabil qabri marratayn aw thalathan. 2 ose 3 herë tha, kërkoni strehim mbrojtje tek Allah prej dënimit varrit. Pastaj tha, Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr. 3 herë ka thonë për veti tash. Wallah kërkoj mbrojtje te ti prej dënimit varrit. Për vetë haj po lyp mbrojtje strehim tek Allahu prej dënimit varrit. Kush më I dashur Allahut? Njëri I cili ka me pas vendin më të mirë në xhenet, kulmin e xhenetit. Megjithatë 3 herë, jo një herë, 3 herë. O Allah, mbrojmë prej dënimit varrit. O Allah, mbrojmë prej dënimit varrit. O Allah, mbrojmë prej dënimit varrit. Kuraj ena pasaj po thot, po vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Inal abdul mu'mina idha kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah. Allah na bëhet prej tyre kur besimtari, robi besimtar, kalon prej kësaj dynja në ahiret. Pra, po jap shpirt, po përfundon në këtë dynja, e pse po thot ahiret? Hala ka jetë, sepse njeriu kur vdes, qatë moment për ato fillon ahireti. A për krejt njerëzimin, kur bëhet kiameti. A për njerëzit, njën nga një individualisht, në moment kur vdes, për ato veç filloj ahireti. E para, pika e para e ahiretit për njeriun është jeta në varr. Ose edhe para se më varros, si të vdes, del shpirti, filloj ahireti për ato. Pra, inqita' min dunya, po e përfundon jetën në dynja, wa iqbalin ju ka drejtu
ahiretit. Nezele ilejhi melaiketun mines sema, zbresin tek aj melaset prej qiellit. Allahu akbar. Po thot Allahu, Feleula idha belagatil hulkum, kur t'i vjen në fyt, shpirti. Kjo është tash vëllezër në momenti kur nuk e pranon Allahu tauben. Për rrafshin individualisht, rrafshin kolektiv për krejt njerëzimin, kur të lind dielli ka perëndime, nuk e pranon Allahu tauben. Nuk e pranon tauben, nuk është besimtar, lindi dielli ka perëndime, pas Zot, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, bona musliman, nuk pranohet. Është musliman, shembull, po fal namaz, sunetet si kom fal, tash du me fillu me fal sunetet, nuk pranohet. S'ko ma gjeru të hane tajte, du me fillu, nuk pranohet. Qka ki bo dhe në atë moment, vazhdon pranohet. Shtesa nuk ka një ibadet. As besimi, jo besimtar nuk i pranohet, ibadeti shtes besimtarit nuk i pranohet. Çdo individi, kur t'i vjen gargar, vjen shpirti në fyt, e don me bon atë moment tëube, pendim, nuk i pranohet. Allah po thot, Feleula idha belagatil hulqum, po, kur t'i vjen shpirti në fyt, antum hina idhin tanzurun, ju në ato momente jeni aty prezent jeni. Kjo familjar dikush, jo në prezent. Ka momentet fundit. Tash nuk e dia sekonda, ma shkurt se sekonda, Allahu alem. Nahnu aqrabu ilayhi minkum, walakin la tubsirun. Ne jem ma afër tek ai se ju. Mi po ju nuk shihni. Aisha, ju nuk shihni. Po s'ka mundësi tash se është preokupum, para do të më thanë, e këshur këta vanin. Po i ka pa ato dy melat cilat kanë ardhur. Ai tash më veç filloj të tërbot, e ka dertin peshemu realitetin. Hatta idha jaa ahadum al-maut, qala rabbi irji'in, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Deri sa ti vjen momenti i vdekjes. Edhe thot, pra momenti pishemelasje tash. S'ka mu, u mur vesh. Ai, krejt jetën ka thonë s'ka Zot. Ose ka thonë Zoti ka djal. E mur vesh të vërtetën. Ju hek perdja edhe ju qelën syt e zemrës, e pa të vërtetën. Po vonë është. Çdo njeri vllazëm, pa tjetër ka me pa të vërtetën, me syt zemrës. Herët avon. So ma herët qaq mirë. Nuk ka mundësi njeri me vdek pa e pa të vërtetën hakun. S'ka mundësi me vdek. Kur t'i shem me laset. Kjo është e fundit. Po alhamdulillah, na kena pa shumë ma herët, e lusallon që kështu me na marr shpirti me këtë besim. Se mundët me dallashit njeri hupët. Devjon pejgamberi sa ka thonë, ja muqallib al-qulub, thabbitni ala dinik. Thabbitna ala dinik, thabbitni ala taatik, thabbitni ala ibadetik. Ka shumë transmetime pse shumë herë ka bëu këtë dua. O Allah, o ti i cili rrotullon zemrat, përforcom në fe tone. Tjetër transmetim, shumë përforcona edhe në emën tonë ka bëu, apo për neve ka bëu dua, Allahu ekber. Përforcona në fe tone, përforcom në nshtrimin, në gjunëzimin ndaj teje, përforcom në ibadetin ndaj teje. Vetëm ty më të bëj ibadet Allah. Se sot bëj, nesër nuk bëj, runa Zot, hupët njeri. Edhe në atë moment thot, o Allah, a ka mundësi? Rabbi irji'in, o Allah, a ka mundësi me më këthy?
Mos des edhe pak një kohë të rinë tokë, në jetë. Lealli, unë jam i bindu në atë moment, blanko me adhon, në shkruan, pastaj ti qiti kërkesat. 50 vakte, po 500 bëni. Veç që ka mundësi me jetu. Jo një muj, valla krejt vit, as bajram s'ka për mu, krejt vitu ka ma gjeru. Jo veç Ramazan. Aman veç a ka mundësi edhe pak me najt këto. Lali amilu salihan fi ma terekt. Po të hepi fjallën se kom i bo ato vepra cilat si kom bo. I vadetet është fjalla. Jo me dorë me ladru, me hungër, me pi. E me shetit. E me bo harame. Larga saj, aj zotin arrujt. Mjere une, aty bot më nëzirë syt në atë moment. Po nuk ka mundësi tash me ju kallëzu aty në cilë tonë prezent. Shpirti, a është në trup njerit? O shpirti, në trup njerit. Së mundë me pa në atash. Vetëm njerë keme pa. Kur del? Se thot, e kena pas fillim hadithin? Të Ebu Seleme? Kur ka hi, e ka pas syt, i ka pas shto të hapura edhe nalt po këqyr. Ja ka mbyll pejgamberi sallam, edhe ka thonë, kur vdes njeri, ja mbyll në syt, sepse shikimi e përcjell daljen e shpirtit. Tek që atëherë, e shë shpirtin e vetë. Në trup e ka pas, po s'ka mujt me pa. Po tash nuk murt me na kallëzu qysh ke shpirti. Se vdiqaj mu, s'murt me folaj. Edhe që e tham, nuk lejot talkin. Thuj laj, po e ka vdeko pos. Kujna pithuti? Thuj gjallit, thuj laj, jo të vdekurit. Fal namaz, i lexojnë Kur'an. Elif lam mim, dhalikal kitab la rayba fi huden lil muttaqin. Ai libri pa dyshim është prej Allahut, hak është e vërtet. Udhërofys për të devotshmit. Kur të ecë njeri ka nevojë për udhërofim, me të kallëzu ka ecë. I vdekune, a ecë vdekri? Vdekune jo nuk ecë. Kush ecë? I gjallë ecë. Po gjallë të kallëzuja rrugën, jo vdekni. Yuqimuna salah. Ledhini yu'minuna bil ghaib, yuqimuna salah. Mimma razaqnahum yunfiqun. Cilët e besojnë pa dukshëm gajbin, fali namaz. Pa i smurt më fali namaz aj. Është dorë sa ku në gjallë. Edhe jep zeqatu sadaka, prej asaj që ka kena dhonë. Pa i smurt me dhonë aj. E pra thot Allahu, nahnu akrabu ilehim minkum sur el Waqia. Na e ma afër atina prej juve, jetit ndash të krytri, po Allah po është ma afër. Ulakin la të bësiru, mirë po nuk ishin ju ato me lase. Ulaula in kuntum gajre medinin, tergjiuneha in kuntum sadiqin. Nëse jene ata cilë po thoni nuk ka ringjallje, nuk ka logaridhënje, s'ke me dalë me dhe logari, atëherë, kthejani, nalani shpirti mos del, nëse del, ktheja shpirtin. Hajtë ktheja shpirtin. A munësh? Allah e në rujtë. Pra, in kitai min e dunja o iqbalin min e akhire. Po përfundon dynjan, po shkon në unis ka akhireti. Nezil alihim meleketun min e sema, izbresin atina me lashe pri qelit. Bejdu l'vugjuh, ke enne vugjuhehum shëms. Allah në botë prej tyre, që këtu me lashe me ardhë. Ftyra të bardha si kur djeli me konë. Ma hum kefenun min ekfanil gjenne, vë hanutun min hanutil gjenne. Ata me vete do të kenë, këtu me lase, qefinin e gjennetit, dhe me erë të mirë të gjennetit, hanut. Subhanallah, përshë, shumë interesant, që fuqia e Allahut, subhanu wa ta'ala, aj e nin, aj i shë, ta shti s'munësht kur ka aromë të mirë, s'muna veçune më nuhat atë erë, vjen të krejt na qka jem këtu. Po në atë moment, vetëm aj e nin këtë erë, e nuhat. Jo tjertë.
Hatta yajlisu minhu muddel basar. Ulën pranë ti sa shkon shikimi. Sigur shembull, e kena pas ma herët do të vjen prap të Kitabu Tauhid, kur ngjallën njerëzit, edhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, janë në njerëz, dikush deri në zog të komës, dikush deri në gjunjë, dikush deri në bark, dikush deri te vesht. Varësisht prej mëkateve. Dhe kështu 50.000 vjet. Allah na rujt. E tash dikush thot qysh kë deri vesh e kë thash uje langt. Njerëz është e langt apo? Runa zot mush të ujë, nuk mundesh të më thon vetë që tu ka ujë, në këtë hapësirë nuk ka ujë. Këtë hapësirën në nivel shkon ujë. Sa shtyr diku në nivel më lart, diku më pse po lodhesh me këto? Këtu në ahiretit. Dhe këtu tash, po të Allah, këtu me la që i vinë, ishe, mirë po sojën largë, sa shkon shikimi. Në vende tjera, ku kanë deti, zakonisht kur japin para shikimin e motit, edhe japin cekun në deti, sa shikushmëria, sa largë shkon. Nëse ka vranësia, shkon deri 20 km. Nuk ka deti është, nuk ka male, nuk ka dru, nuk ka ndërtesa, kur e shë largësin të nuk e dim, po ajo është 20 km. Edhe as larg, Allah alem sa larg, Allah alem. Kryesore thume yajiu melekul maut alayhi salam. Pastaj vjen melaçja e vdekjes, melekul maut, jo Azraili. Shumë popull e përhap, shumë interesant. Allah kështu e qunë, edhe në Kur'an edhe në hadith, melaçja e vdekjes, nuk e ka emrin Azraili. Hatta yajlisa inda ra'si, fe yaqul, edhe i ulet pran kokës, edhe i thot, etuha an-nafsul tayyiba, o ti shpirt i mirë, i ndritshëm, i qetë, wa fi riwaya al-mutma'inna, i qetë, ukhruji ila magfirati min Allah wa ridwanin, dil te magfireti, te falë Allahut edhe te kënaqësia e Allahut. Qal فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. السقاء شاكل سي إبريكو në keni po pak e lakon kur është e mosht shumë let rrshet del ujë shumë let. Ashtu i del edhe këtina shpirti. Allah në bëhet prej tyne. فيأخذها وفي رواية حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وفتحت له أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم. Në transmetim e merr tash melaçja e vdekjes. Çdo shpirt çka del e nxjerr e merr shpirtin melaçja e vdekjes. Vetëm kjo melaçe ka detyrë me u marr shpirtin njerëzve. Prap tash këto njerëzit shkojnë, shejtani i mashtron, tërmeti runa zot, ose ndoni runa zot, ndoni bombë nukleare, me qindra mija, ose vërshima, ose me mija njerëz, që shmërin, kujna për para mi marë, qësa shumë letë e kemë, për para kam pas pak ma, po mendoj këta ignorantat, se për besimtarë asje bon këtë muhabet besimtari. Po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mur fund, Allah thot Kur'an dhe mur fund mu, nuk pyetët Allah qysh, a pyetët Allah qysha? Wa ala kulli shay'in qadir. Për gjithçka ka aftësi, zotësi, mundësi Allahu. Allah nuk përshkruhet me pa aftësi, me pa mundësi, me vështërsi. Mirë po tash le të kuptojmë, superkompjuterat janë Allah alem sa, po se fund dukon 7 janë. Se këtu janë sekrete, shumë të mëdhaja, shtetet e mojnë nuk i kallëzojnë. E këto superkompjutera
bojnë qysh caktohet kompjuteri më mirë performanca. Sa operacioni bën në sekond. Heksa është 10-18. Miliard herë miliard. Miliard herë miliard. Sekond. Dikon 2.3 mdokët. Që me thonë, 2 miliard miliarda në sekund. Kush e ka konstruktu? Njeri. Sa njerëz janë tash, dikon 8 miliard. Po kjo 8 miliard miliarda. Njeri ka konstruktu. Po nuk kupton se krejt njerëzimin e përthekon miliard herë. E Allah po thot qysh me la që e Allah qysh i merr shpirtat me qindra mia vetë për me njëherë. Subhanallah. Edhe pastaj, pra, në tjetri transmetim, kur del shpirti, dërgojnë salavate me laqet, mes qiellit edhe tokës, edhe çdo me laqe në qiell. Pra kur është njejs, vllazën, qielli është që aludohet te qielli i dunjas. Kur thot sema, qielli i dunjas. E çdo me laqe mes qiellit të dunjas edhe tokës dërgojnë salavate. Çka është salavate e me laqeve? Istighfar bojnë për ato. Edhe çdo me laqe në qiell, edhe i hapën dyert e qiellit atina dhe nuk ka asnjë me laqe e cila është roj e derës, vetëm se po ndua Allah, inshallah ky shpirt, po të bëj dua Allah, ky shpirt me kalu ka dera jam. Çdo me laqe e bën këtë dua. Edhe kur të merë e khadheha, lem jedauha fi jedi tarfet e ajnin. Ta shto 2 melase, cilat kanë ardhur me qefin, thamë, xhenetit, nuk kalon as sa që dhe në fshel sytë, me njerë e marin, pra, melaseve dhe kësë i nëzjerë, ja merë shpirtin, jep këtyne melaseve tjera. Edhe fe yaj'aluha fi dhalika al-kafan. Tash e mbështell me atë qefin. Ka thëmë xhenetit me aromë të xhenetit. Po vidhalik e hanut, pra me aromë xhenetit. Edhe kështu thot është pasaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë hadith e lexon ajetin hatta idha jaa ahadukum al-maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Derisa njerit prej juve i vjen vdekja, edhe të dërguarit, pra, me laqet tona, cilat ja marrin shpirtin, thash, nuk bën bukfalisht me kuptu tash këta jetë. E po më kush e merr shpirtin, jo këto me laqe. Allah po thot, të vëfethu rusuluna, e vdesin, ma bukfalisht me thonë, të dërguarit tonë, të dërguarit Allahut, jo në ato me laqe. Por e pom kush e merr shpirtin, e jo jap këtyne tash. Wa hum la yufarritun, nuk ka këtu tash me u korruptu. Dhe ata kur nuk janë pa kujdesshëm edhe e kryen detyrën. Nuk mundet që bre po të paguj veç edhe pak shtyma, ose jo kështu ose ashtu, la yufarritun. Nuk ka me la, nuk din me la, nuk është, si ka kryu Allah, nuk din me a këthuj fjarë në Allah subhanu ta'ala. Edhe pra e mështilën me atë, qefin me arom, wa yakhruju minha ke atjabi nefhatin miskin, u gjidet ala vejhil ard. Edhe del era prej atina tash, prej shpirtit, i mështelun me atë qefin të gjenazës, të gjenetit. Dhe një aromë aqe këndshme, aqe e mirë, sa që nuk ka ftyrë tokës ashtu aromë, ashtu misk. Nuk ka. Edhe tash e kanë marrë shpirtin, e kanë mbështel me atë qefin,
Feyas'adune biha, edhe ngritin, shkojnë nalt. Fela yamurrune biha ala mele'in min al-malaikati illa qalu. Nuk ndodh që me kalu pran melaqeve tash, këto melaqe po kalojnë pran melaqeve tjera, grupi tjetër melaqeve. Edhe ato melaqe e pyesin këto. Ma hadha ruhu tayyib. Kush është ky shpirt kaq i mirë? Çfarë arome po shok. E nin melaqet. Thon këto cilat e bojnë tash. Fulan ibn fulan, filani biri filanit. Bi ahsin isma'i allati kanu yusammunahu biha fi dunya. E quajnë me emra më të bukur me të cilën e kanë thirrë në dynja. Hatta yantahu biha ila sama'i dunya. Derisa vin tash po ngritën. Derisa vin te qielli i dynjas. Fastaftihuna lah. Kërkojnë leje me hap derën, edhe ato melaqe tash rrohet të qiellit derës, fayuftahu lahum, edhe ja hapin derën këtyre melaqeve. Yushayyi'uhu kullu sama'in muqarribuha. Edhe çdo qiell tash e përmendi qiellin e dynjas, edhe çdo qiell ku kalojnë hapën dyrt, edhe për cilën ato edhe bojnë dua për atë istikfar, pra për atë shpirt. Derisa vjen të ila sema ila teliha, pri qiell pras qiellit, pas qiellit, hatta yantahi ila sema'i sabi'a, derisa vjen te qielli i 7. Yaqulu Allah azza wa jall, thot Allahu azza wa jall, uktubu kitabe abdi fi illiyin, shkrune librin e robit tem në illiyin, në illijun. Edhe po lexon ajetin. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, kalla inna kitab al-abrari lafi illiyin, wama adraka ma illiyun, kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun. Jo, përkundrazi, libri tash me veprat të robit tem, ky robi i mirë, besimtari është, fjala është për besimtar, është në illijun. E ku e din ti se çka është illijun? Illijun, përfundimi i tyre për në illijun është i shkruar. Atë e dëshmojnë melaqet që janë më të afruar tek Allahu. Feyuktabu kitabuhu fi illiyin, edhe shkruan. Edhe pasaj Allah thot, aiduhu ila al-ard, kthenen tok, fa inni wa'atuhum anni, unë ju kom premtu, minha khalaqtuhum, wa fiha uiduhum, wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Prej dheut ju kom kriju, ju kom premtu, unë i kom kriju prej dheut, në dhe kanë me u kthy, edhe prej saj herën tjetër do ta ringjallëm, do ta nxjerrim. Kthehet pra në tokë, me tuadu ruhuhu fi jasadihi, kthehet tash shpirti në trup. U varos në moment kur varoset tash kjo, Allah alem çysh ndodh shpejt. Sa u varos, kthehet shpirti në trup. فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا تولوا عنه. Dhe i nin tash të ecurit e nallëve në veshmbatjes. A më shet tash shkohet. Jo me najt aty. A për kuptoni s'ka vëdu me thonë? Të na porim se lexojnë Kur'an, masa ne i bon doan, masa ne i talkinin, më thë e thash, a për njësën se në më pëthot, në atë moment mu, se e patëm të hadithin prej Uthmanit që transmeton, ka thonë, istaghfirullah li akhikum, was'alu thabate, boni istighfar për vllahën juaj edhe boni dua për që Allah me përforcu. 3 herë kanë thonë, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma thabbithu, Allahumma thabbithu, Allahumma thabbithu, edhe kanë shku.
Për shkak po thot i ka ni, i ninaj. Më nuk është dert me ni tash ecën e këtyne. Tash jo jeni të më dëgju, apo jashtë mundet më ndëgju ndoni kër ose diçkan, ma jo nuk jeni tash të ndëgju ato, veç një zo po vjen. Me ndëgju tjetër, me një tjetër, nin, ma jo që po ndëgjon ato. Ndëgjimi bëhet me vëmendje, a nin, veç një zo për nin. Edhe aj pse aj ndër të është tash, se erdhen po marim pyetje, që shko me dhëmë përgjigjen, këtë dert jo. Jo që jom dert mini nallet këpucës e tyre. Ka shkojnë. Mund të birim praja kanë këty shpin, po dalin prej varezave. Fjatihi me leken, edhe vinë tash dy melace. Shedid el intihari, intihiranihi vë yuzlisanihi. Vinë ato dy melace, edhe të ashpër, nuk ka mundësi me i mashtru, nuk ka mundësi me ik përgjigjes tyre, pyetjeve tyre, nuk ka mundësi absolut kur far korruptimi, kur far lëshimi, jo me jo dhimt, jo kështu, jo ashtu absolut. Për shkak jon si të vrasht, si të ashpër. E ulin. Gjenazja shohët poshtë, por në momentin kur mbulohet me dhe, përfundoj, i lanë kacijat, qatë moment vinë këtu me lasë. Edhe ulin. Prap, pyetje pa vend, qyshe ulin, a kryt nuk e prejk drasat që ja qesim, a kë lahd, kë loj tjetër i varit, a të bile është hala ma ngusht të drasat, kështu pjert, ka pak hapsir. A kjo lahd, kjo këfar, si me thonë si gjepi, drejtim të kibles qelet, hapët. Aty nuk shkon do 30 cm. Këto hala ma nuk ka hapsir. Qka përlodhës me këso punë? Po thot pejgamberi alayhis salam po thot, e ulin, mur fond kjo. Qysh mos pyet qysh? Pse? Ajo tjetër botash, tjetër dimenzion. Ahireti filloi. Por që lexoa ajetet e para Bakare, alladhina yu'minuna bil ghaib. Kushon muttaqin, ata cilët vetia e parë e devotshmëve, muttaqin takva kush janë, e besojnë gajbin, të msheftën, pa dukshmën. Inna alladhina yu'minuna rabbhum الذين يؤمنون بالغيب te bareke. Është ajeti i fundit faqe të parë. Jo, inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib, yu'minuna, yakhshawna. Inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ata të cilët e kanë ndronë Allahut pa e pa Allahun. Pra, kjo është vetia e parë. Çka vjen prej Allahut, çka vjen prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadith sahih, e besojmë. Pa pyet qysh si tek. Pra thot e ulin. Edhe e tash vjen ai momenti ku ja parashtrojnë pyetjet. Men rabbuk? Kush është Zoti yt? Fekule Rabbi Allah, pse kyke, do të Zoti jem Allahu, pse kyke besimtar. Fekulan, ato dy mila që i thonë, ma dinuk, fekul dini l'Islam, qëfar feje kiti, Islami është feje, Allah në mësovë, shtu me dhonë përgjigje. Fekulan, pyte e tret, ma hadha regjull e ledhi, bu i thefikum, kush është ky njeri, cili është dërgu të ju, si pejgamber, do të thot, hua Resulullahi, ajo është pejgamber i dërguar Allahut. Do të fejekulan i thonë, këto dy melase, o ma ameluk, qëfar pune ki, qëfar vepre, do të thotë qara'atu kitab Allah, fa amantu bih, wa saddaqtu. E kom lexu librin Allahut, e kom besu, edhe e kom vërtetu, pra me vepra. Kjo kom vepra jam.
ose ka transmetim, men rabbuk, ma dinuk, men nebijek, wa akhiru fitnetin të oradu, alel mu'min. Kush o Zoti yt, çfarë feje ki, edhe kush o pejgamberi yt. Kjo është sprova e fundit e besimtarit. Mas kësaj nuk ka sprovë. Fedhalike hine yaqulu Allah azza wa jall, edhe kjo kur thot Allah subhanahu wa taala, yuthabbitu Allah alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya. Dhe Allah i përforcon ata cilët kanë besu besimtarët me fjalë të qëndrueshëm në jetën e dunjas, pra tash veç po del. E do thot Rabbi Allah wa dini l-Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zoti jam është Allah, feja ime është Islami, edhe pejgamberi im është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Fi yunadi munadin fi sama, thret niza prej qiellit. En sadaqa abdi, ka fol të vërtetën robi jam. Afrashuhu min al-janna. Edhe tashmu u varos Kjo zot që ka vjen kumbon. Po këthena dhe njerë të ky zoni. Ka shumë vetë aty që të marrin pjesë në varim. Mirë po, asë nuk e nin. Vetëm kush donë Allah me ndëgju, ata ndëgjojnë. Tjetë nuk munën. Edhe thot, e frishuhu, firash është si shtrat. Shtrijani, qitë në diçka të gjenetit, në shtroj të gjenetit. Minel gjenne, wa elbisuhu minel gjenne, edhe veshni teshat të gjenetit. Wa ftahu lehu baben ilal gjenne, edhe japnim vortash një derë ka gjeneti. Fe jatihi min ruhiha wa tibiha. Yufsahu lahu fi qabri muddal basarihi. Pra një shtroj gjenetit, tesha gjenetit, dhe hapin derën ka gjeneti. Nga ajo derë tash e gjeneti vjen fladi këtina. Freskia i vjen. Shpresoj kur gëlqojmë klimën, po të freskon. Atina nuk krahasohet kjo me ato. Tamam e freskon ato, e fladit. Edhe vjen, jo vetëm freskia fladi, por edhe era gjenetit i vjen. Allahu ekber, Allah në boft prej tyne. Edhe zgjarod vore, so shkon shikimi. Me qitë kamera, aty thot kryt, se ka i shtrit është, nuk zgjonohet që ashtu të so ku më vore qa që është. Këtu e unë, ahireti ka fillu, gajb, tjetë ligje tjera jonë. Këtu e ligje të është botë metafizike, bota transcendentale, jashtë materes, e pa kapshme, e pa kuptushme për neve. Nuk e ban truni jonë, nuk mund mendja jonë me përtheku këto. Nuk mundam, mos ma qitë thesin 100 kila. Jo hajde nëse e ban 100-200 s'munësh. Mos ma qitë se më në zonë tokë. S'muna me bajt. Dhe mendja këto gjana si ban, nuk. Po zemra, e besojmë. Mos mundon me marrë vesh qysh. Se s'munësh me marrë vesh. Edhe i thuhet atina tash vazhdon. Yumathalu lahu rajulun hasanu wa ahsanu rajul wa hasanu thiyab. Tajbi rih. Edhe tash atina i vjen i paraqitet një njeri me ftyrë shumë të bukur, me tesha të bukura, edhe me erë të mirë, shumë të bukur. Edhe i thot, tash ky po i thot atina, ebshir billedhi jasurruke, ebshir bil ridvanin min Allahi wa gjennatin fiha naimun muqim. Myshde, ajo çka ka me të gëzu, myshde me kënaqësinë e Allahut, me xhenetin dhe me begatit të xhenetit. Hadha yawmuka alladhi kunta tu'adu. Kjo është dita e cila ty tu ka premtu.
ky i thot tash, po ja kthen, ky i vdekuri. Ente febeshsherek Allah bi khair. Allah ty të gëzoft me të mira, po çfarë do me të mira më prune. Allah dhe ty të gëzoft me të mira. Menente, po kush je ti? Fa wajhu yaji'u bil khair. Ftyra jote po veç me khair po vjen. Ashtu e pas ke ftyrën veç khair ti me pru. Fa yaqul ana amaluku salih. Unë jam vepra tua të mira. Allahu ekber. فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله. Wallahi ty nuk njoh ndrysh vetëm se i gutshëm më herë i ke kryer obligimin ndaj Allahut, edhe nëse ke bëu harame me vështirësi ke bëu, me ngadalësi. Fa jazakallahu khairan. Allah shpërbleft me hajër me të mira. Thumë yuftahu lahu babun min al-janna, i hapet dera e xhenetit, babun min an-nar, edhe dera ka xhenemi. Fa yuqal, i thuhet, hadha manziluka law asayta Allah. Këtu e ke pas, po të kishe bu mëkate, po të ishe rebelu kundër Allahut, që ku e ke pas vendin. Çdo njeri e ka vendin në xhenem, të mirë besimtare ja u zaventson me vendin në xhennet. Abdelek Allah bihi hadha. Adha Allahu tash ktheu knina. Që ku ke pas vendin, tash ktheu knina. Allah ta ka zaventsu, ta ka ndru me këtë vend këtu në xhennet. Fa idha ra'a ma fi al-janna, kur shes se çka ka në xhennet, por shes xhennetin. Idha ra'a, kur shes çka ka në xhennet, qal rabbi ajjil qiyam as-sa'a kayma arji'u ila ahli wa mali. Wallah, sa ma shpejt let bot kiameti, ringjallja, që mos kthena te malli dhe te familja te malli jam. Yuqalu lah uskun, i thot atina pret ka dal. Ka vakt. Por runa Zot thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o innal abdel kafir, ai jo besimtare, idha kana fi inqita'i min ad-dunya wa iqbali min al-akhirah, kur kalon prej përfundon dynon, kalon në ahiret, nazal ilayhi min as-sama'i malaikatun giladun shidadun, zbresë melaqet giladun tashpër të brasht, të merren në pals tutën jashtin. Sudul wujuh, me ftyra dzeza, ma'hum al-musuh min an-nar, jon tesha si prej leshit, adin që kur me pas, po duhet pak me tregu kur gjatë kryqëzatave Evropa mbrapametun, dekadencë, pa civilizum, kur kanë rënë kontakt me muslimant, kur i kanë pa ato teshat mundafshit, me ngjyrat lloj-llojshme, se në atë kohë, cili shtetu koni zhvillum, kush e ka pas zhvillum industrinë e tekstilit, po ta s'kan ditë çka tekstil, me prej leshit, që ata kanë pas lloj-lloj smundje, se përmi trup, me në që atu teshe e kanë pas, nuk kanë pas tjera, nuk kanë ditë, mundafshe, pamoke, këto si kanë ditë, dëbuta, me ngjyra ndryshme, jon mahnit. Tash këta prej leshit, mirë po edhe të xhehenemit, Allah e na rujt. Edhe ulën erë kundërmuese, nuk durohet vetëm prej ere, po veç mi pa me ftyra zeza, tutën palës. Fejlisune minhu muddel basar, edhe ulën sa shkon larg shikimi, afër tij. Pastaj vjen ma shpejt të vetëm për kthimin, po i kështu. Pastaj vjen me lasja e vdekjes, deri sa ulet te koka e tij, edhe i thot, ejetuhen nefsul habithe, ukhruji ila sahatin min Allahi wa ghadabin min. O të shpirt i keq, o të shpirt i flisht, i ndyt, dil të hidhrimi edhe të mallkimi Allah subhanahu wa ta'ala.
فتفرق في جسدي فينتزعها كما ينتزع سفود كثير الشعب من صوف المبلول. Tina tash I del besimtarit, Allah në bëvët prej tyne, thamë si kur I brikun, ose naj qka të koft, naj diçka shakull, vetëm pak e komojnë, vetëm pak, ose shishet uj, vetëm pak e lakon, shumë let mener janis me pik uje, qas let del. A këtina runa zot, qengeli, për dini qengeli, me shumë ato dhamzor, para mendo e ki pështil me lesht lagun, që shenzir prej leshit, sa leshin e nuk, me vështërsi I del, qashtu I del shpirti jo besimtarit. Ta munën për qkurin libra ose qesin filma, tu e kesh, shans nuk ka qafiri me vdek, tu e kesh, shans nuk ka, krejt ranosht. Krejt ranosht. Ka dhimbje të hatashme, momenti kur I del shpirti, kur ja merr kjo melasja e vdekjes. Edhe me këto të janë nxjerr tash shpirtin e këtina të keqit, I dal atina edhe këputen damart edhe sistemi nervor, pjesë të trupit, I shkatrot këtina. Tu e nxjerr shpirtin. Pra, kjo qka shkakton dhimbje. E kur ka shumë dhimbje njeri nuk mund të me kesh. Larga saj. Edhe pastaj, fe jel'anuhu kullu melekin bejnë semai wal ard. Çdo melaçe mes tokës edhe qiellit e mallkojnë. Çdo melaçe në qiell edhe jam mbyllën këtina derën, edhe bojnë dua, o Allah, po të lutë që mos të kalon, ky shpirt I flist, I ndyt, I keq, ka dera jam. Edhe ngritet edhe ky shpirt, pra si të merë, melaçe vdekjes, miner këto melaçe, ja marrin edhe ngritet nalt, shkon edhe ky. Edhe prej ti tash del një erë shumë e rondë kundërmon, era ma e keqe që ka mund të me egzistu në fase tokës. Edhe në gjitën me laset nalt, me hadha ruh e khabith, kush është kë shpirt shumë I keq, I ndyt, I flisht, do të thonë, fulan ibn fulan, filani djali filanit, duke thirë e mërtojnë me emra ma të kësia që ka mujtë mi pas në dynja. Edhe kështu, deri sa vinë të qelë I dynjas, atje kërkojnë leje me mu qelë dera, nuk I qelë dera. Edhe pastaj, pejgamberi sallallahu po e lexon ajetin, sura Al-Araf është ajeti, ku Allahu po thot subhanahu wa taala innal ladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha, me të vërtet ata që përgënjeshtojnë ajetet tona edhe janë mendemdhej me kibër karshi argumenteve tona, la tufattahu lahum abwabu samai, nuk ju hapën atyre dyert e qiellit. Wala yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. Edhe nuk do të hyjnë ata në xhennet sa këto është pak duhet këtë tefsir pak xhamel, shumica e alimave të tefsirit, xhamel është devja mi 9 vjeç. A mundet min sammi al-khiyat, a mundet devja me kalu ka bira e gjylponës? S'munët. Qaq s'munën edhe qafiret me hinë gjennet. Mirë po, deve me gjylpon pak nuk po shkon. Arabisht a petim qërë, Allah akber qërë gjua është arab, gjua e Kur'anit. Po njëta gjemel është edhe aj konopi I trash I anijeve. E tash, konopi ma shkon ka logik me gjylpon, jo devja.
Deve as për këtë dere s'murët me hi, lemo për birë gjymë. Po, s'murë shka me shti, vetëm penin e hol e shtin për birë gjylponës. Jo ato, so krahi. Ma trash se krahi jam, ato jonë kunu pa trasha. Nuk është litar. So a i konopi trash i anijeve që s'munët me kalu në për vrim të gjylponës, që ashtu edhe jo besimtarët nuk mundën me hi në xhennet. Edhe pasaj vazhdon, thot Allahu, shkrujani përfundimin e këtij në Sigjin. E çka është Sigjin? E lexon prap ajetin pejgamberi alayhi salatu wassalam. Të ajetet mutafifin, të shkojmë se pak u vanu, edhe thot pastaj Allah subhanahu wa taala kthene në tokë. Se prapë që ato fjalët njëjta, sepse unë e kom premtu, prej dhejot, prej tokë kom ju kriju, në tokë keni me u kthy, prej tokë prapë për herë dytë keni me u ringjall edhe keni me dalë. Edhe tash, ai shpirti haru me kallzu, shpirti mirë, Allah në bëvët prej tyne, kthehet ka dalë dhe hin trup. Allah në rujt prej këtyne, jo besimtarve, i gjuhet edhe me vrull, i shkakton tash edhe kthime, i shkakton dhimbje këtina. Kthimi i shpirtit. Edhe thot për kthimi kuptimit, ata cilët i bojnë shirk Allahut, حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Ata cilët i bojnë shirk Allahut, o besimtar, janë sikur kur bjen prej qiellit, edhe tu e ra shpes të mëdhaja. E marrin, e çojnë në vend lart, ose një furtunë e madhe, erë e madhe, e çon e fluturon, e hub krejt. Kështu janë pra ata, tash e ka citu këtë ajet, tu e tregu për shpirtin e tij, qysh kthehet edhe i shkakton në trup të tij, i të shkakton dhimbje. Edhe tash edhe këto vinë edhe me ato dy melaçe, e ulin, edhe e marrin në pyetje. Edhe i thonë, men rabuk, ha, kështë zotë ytë, ha, nuk di, ma e diri, ma derejt. Ma di nuk, qarfeje ki, ha, nuk di, kur mos dish. Qka pëtu për atë njeri, cili ka thujën pejgamber, qka pëtu për ato, nuk di veç i kom një, dikush folke për ato, ama une nuk di kur gjë për atë njeri. Edhe pastaj, ti nuk e i thuët, nuk e ke njoft të vërtetën, dhe as nuk e lexu libër për me njoft të vërtetën. Thirret tash, kumbullon prap një zo prej qiellit, thot, këdhebe abdi, ka gëny, ka rajt robi jam, që nuk din. Pra, ka dit, po s'ka desht. Për këtë shkak, një shtrujt gjehnemit shtrojanin vër, edhe hapjani një derë gjehnemit. Kur hapet ajo dera, vjen nxehtësia, hiqpa, halon vër është. Atine vjen nxehtësia për gjehnemit. Edhe i ngushtohet vëri, edhe kështu ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. I hin mbrit mranën e tjetrës. Edhe pasaj i vjen një burr i shëmtum, me roba të këqija, me erë të keqe kundërman. Edhe i thot, ibshir, për gëzim, myshde me lajm të keq për ty. Biledhi jesu uk, hadha jomuke ledhi kunte tu adu. Kjo është dita e cila tu ka premtu ty.
wa ente fe besherek Allah bi shërr, Allahu gjithmonë ty shërt dhosh ty. Për gëzoft Allah gjithmonë më shërr, po kush jeti kështu që bolli komune këto tash edhe ti, po kush jeti? Me këto fjallë hala ma shumë po më rëndon? Fe vëgjhu ke vëgjhu je gjiu bi shërr, kur pesho ftyrën tone vetë ti veç me shërr po vjen. Do thot, e ne amelu këne jom vepra tuat këqia. Po wallahi ma alimtu illa kunte betien an ta'atila serian ila ma'sjetilla. Fe gjezakallahu shërrën. Nuk të kom njohë ty ndrysh vetëm se shumë nga dashmë ose hiç si ki bu veprat mira, shumë shpejti ki bu haramet, rebelimet karshi Allahot. Edhe Allah që përbleft me shërë. Allah të paguft me shërë. Edhe pastaj i thuhet këtina, mere këtë ndëshkim, këtë dënim, e për me dënu tash caktohet tina një i verbër, shurd me mec, i cili një qekisht madhë më banë ndorë. Ju drab, edhe goditët me ato, bejnë udhunej mes dy veshve. Shon një zot trishtushëm, dhimshëm, thot për këtë nësë nësëlam, esma kullu illa theqalejn, gjdo kryes e nin përveç dy trande, është fjalla, gjint edhe njerëz. Me bo, me ndëgju, se me godit, që shavicën të na, malin e madh, trosha, pluhën e bon. Që rahmeti Allahut. E keni po, nëse ka dru, ka shpez, ose ofër ka bakti, bërtasin, pse nin zonën e ti. Që rahmeti Allahut, po bon rahmet me neve, po të kish një njeriu, gjdo njeri shalivanos, me njerë, qash zo i dhimshëm edhe i trishtushëm. Edhe këtë tash bon dua, po që ko ki venin, o Allah kur më zbot kiameti. Bol ke qëm këtu, po bile që të tri e kur më zbot kiameti, që mos shkoj në gjehnem. Wallahu ta'ala alim, sallallahu alaihi wa Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kësot pak, atë po, kjo hadith ke shumë e rëndësi.